Miq të Piskut dhe të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku ritakohemi sërish në takimin ton të përjavshëm tashmë në këtë sezon të dytë bashkë me një djalë fantastik dhe të përulur që sjell gjithmonë pozitivitet, mirësi dhe diskutojmë gjëra që nuk para diskutohen në shoqëritë tona dhe kjo është therse teksa dëgjojmë kur ulemi ndonjë njeri që bën dy parë muhabet të mira me bazë thjeshtësinë dhe mirësinë dhe ne kemi fatin ta kemi këtu në kanalin Pisk që të flasim disa gjëra të mira, qoftë për të ndihmuar njëri tjetrin siç e kemi theksuar pas here, por edhe ata që na ndjekin dhe duke ndihmuar ata na ndihmojnë edhe ne. Kjo është një marrëdhënie, kjo është ajo siç ka është në koncept dhe në bazë edhe vetë shoqëria e mirë. Pra, si ne nuk është se kemi interesa nëpërmjet njëri tjetrit, mund të kemi interesa tregtare që ti ke një biznes, unë një biznes tjetër, ose ti një profesion, unë një profesion tjetër, do të vi dita që ti do vish për shërbyer për diçka, do marrësh atë shpërblimin tënd ose anasjellët, siç mund ndërtohet shoqëria, pra siç ka qenë diku që shkëmbeshin madhra dhe sot paguhesh për atë siç ka bën ti. Por në këtë rast kjo është një lloj përfitimi i asaj siç ka na bën ne pjesë të këtij komunitetit shembullor në atë se çka japim në përditshmërinë tonë pa asnjë lloj interesi monetar ose material, por interesi vetëm është ajo reciproke, domethënë marrëdhënia e pastër dhe shumë e frikshme për të vazhduar dhe shoqërinë. Më duket se po flas vetëm vetë sot. Alex, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Mirë, kënaqësi për ftesën që më bët. Nuk e di a bi dakord se duket sikur paktën për të më konfirmuar fola diçka të saktë në këtë që thashë apo jo. Në rregull ishte mos e vrit menin. Se ngaherë don në robi edhe ka nevojë edhe për kjo është një dritar shumë i mirë dhe kjo se çka po ndodh jo për të kaluar në egoizëm, kjo është diçka shumë modeste dhe ne dy kemi rënë dakord me këtë se çka bëm, që është diçka shumë bazike, shumë e thjeshtë, por ka peshë të madhe, paktën keni edhe uroj që kjo peshë e madhe të ngarkohet edhe tek ju, të ketë edhe diçka shumë pozitive edhe tek gjithë edhe ata që na ndjekin. Për shkak se ka mirësinë brenda, ka atë paktën edhe Pisku, përderisa është krijuar pak ajo në thonjza, ndoshta një notë e mirë tek njerëzit që kanë ngjyresa, ky që ngacmon njerëzit, ky që thonjza tallet me njerëzit. Pse ngacmon njerëzit? Pse ngacmon njerëzit? Nuk e ka filluar më bëj kështu, më borovi mirë. Është ngacmuesi. Duhet edhe që të paktën me Aleksin dhe me 2-3 personazhe të tjerë të mirë që i kemi të kanalit Pisk dhe ushtofshin në njerëzit e mirë ose dalshin në pa, se ka njerëz të mirë që botë patjetër, se po mos kishte janë ato shprehje që thuhen do ishte shkatruar me kohë. Ja dy zonë që i kemi. Edhe paktën duhet dalim ngrim dorën, themi që ka, jo që ta themi ne me mburrje, të kalojmë pastaj në që na mysi ajo le të themi e tema që ne e diskutuam kafe. Po, kalon delir aty dhe kalon atë delirin që ne do të kemi temë tjetër për narcisizmin. Do ta flasim ndoshta në vazhdim. Aleksi është duke u përgatitur dhe e ka me shumë zell, madje kena folur në gjithë bisedën në kafe, kemi folur vetëm për këtë temë. Po do urojmë për herë tjetër. Do ta urojmë për herë tjetër që të jemi më të përgatitur dhe të japim gjëra sa më të mira. Kjo ishte sa për hyrje. Alex, ne do të flasim tani për një temë tjetër që ka zënë shumë vend në shoqëri të ndryshme, por edhe në shoqërinë shqiptare, madje edhe në rrethet të ngushta tona, kemi shokë, miq, njerëz të njohur, të afërm, që është kthyer për mendimin tim një lloj mendësie, një lloj trendi, një lloj modeli që për të dukur ndryshe nga tjerët, sa arrita gjykoj ta kuptoj si gjë, mentaliteti, mendësia, koncepti, se di se çfarë mund t'i vendos. Kjo se çka thon quajmë ateist. Ateizmi. A e kishim pyetje këtë në Po, e kemi edhe si pyetje, por edhe mund bravo, e falenderojmë shumë ato që na e kanë ngritur si pyetje, kështu që vazhdoni na ngrini tema të tjera, teza të tjera që mund t'i diskutojmë me Aleksin, përgatitemi edhe të japim këndvështrim ndryshëm se jo. Për këtë temë domethënë, edhe unë e kam parë gjithmonë, madje mund ta kemi diskutuar her pas here, si e shet domethënë, çfarë do të thotë ateist ose ateizmi, kur ka lindur, si ka lindur dhe si e sheh veti, si e gjykon si gjë domethënë. Para si term është nga greqishtja kjo. Theos, pa Zot, do të thotë ateizëm.
Nisi babai I kësajt është vetë ai që trajtonte këtë teorinë e evolucionit, Darwini I famshëm, që e lidh çdo gjë me kalimin e kohës, domethënë kur kalon koha piqen rrethanat edhe pastaj nga kjo qeliza doli kjo tjetra që u përhap pastaj jeta në botë këto me radhë. Domethënë në rastësi, çdo gjë u zhvillua sipas rastësisë, jeta erdhi nga rastësia. Ku dëgjon, një njerëz me logjik, kjo gjë nuk do I qëndronte besoj, se si rastësi. Vetëm kur hedh një shikim rreth e përqark, kur gjendesh në natyrë, ta mundson këtë gjë. Shikon rreth e përqark dhe thua, si u bën vet këto, kjo më thënë ishte një si rezultat I rastësisë I gjithë ky krijim. Pemët e ndryshme që shikon, erat e ndryshme që ato lëshojnë, lulet, format, ngjyrat, nuk mund të jenë rastësi këto gjëra më burr. Edhe një zgaravin që s'ka kuptim, e do një dorë që ta bëj atë që është zgaravin. E jo më ky perfeksion që na rrethon. E të vi dikush tani të thotë që kjo u bë vet, e aty pastaj nuk e di, më thëmë kur ma thon këtë fjalë që diskutojnë ndonjëherë me persona dhe thon këtë pjesë që shikoj se kjo u bë vet, aty nuk e di, më shkoj gjaku te koka direkte. Se aty kuptoj mu që kam përballë një njerëz që nuk është zhvilluar nga ana mendore akoma. Ku dëgjon, edhe kjo nuk pyet për moshë. Deri në atë pikë? Po deri në atë pikë. Sepse thjesht është kolegu që po punon me kompjuter atje, ka çik qef muzikën, është ky hit I Papaute që është shpërndar shumë ky. Aha, okay. Jo, thjesht jemi në studio. Ne do vazhdojmë të pashqetësuar. Patjetër. Edhe të zërat e jashtëm që herë pas here duan të na shpërqendrojnë kur ne japim një mesazh të mirë. Edhe po era e fundit që po pata këtë diskutim ishte me një person shumë të afërt timin, edhe ai dikur në moshë ti ishte kështu që bënte koleksion plumbash, zogj, siç bëshim dikur alla që kishim për kafaze. Edhe që ti që ke qenë dikur admirues I madh I zogjve, të ndryshme I thoja unë. Nuk e filozofove çik këtë pjesë për shkakun, çka ke aty përpara? Çka je duke futur në kafaza, ata cicerime që ato lëshojnë, u bë vet kjo më vllai thoja unë. Si mund bëhet vetë burr? Ku gjeni ju këtë koncepti që kjo bëhet? Mundimin Aleksit të arrish të bësh diskutim, debat ose t'ia shpjegosh, t'ia argumentosh tyre njerëzve? U përpoqja. Siç ishte rasti me shokun që thuam, përgjithësi, a e merr mundimin apo e ignoron dhe vazhdon në rregull, jep dorën? Jo, e marr mundimin sepse nuk e di se me cili kam të bëj. Mund të jetë person që mund të jetë I hapur. Thjesht nuk ka rastisur që t'ia thot dikush. T'i japi 2-3 shpjegime. Pse kam vënë re që një pjesë me madhe e tyre kanë edhe nivel paragjykimi shumë të lartë për pjesën tjetër, domethënë ata që vetë quhen veten ateist, kanë edhe nivel paragjykimi për tjerë sigurisht pak më lart nga ata që besojnë. Nga ata që besojnë. Po pra se e quhen kështu siç e thëj çpari në hyrje, e quhen si trendi, si mod, duan të jenë të veçuar nga ajo pjesa tjetër që besojnë, nga teistët. Këta janë ateistët, ne jemi teistët që besojmë. Edhe e quhen domethënë tani shekulli 21, shekulli I shkencave, shekulli I teknologjisë. Ju që besoni keni ngecur akoma tek ajo periudha e mesjetës. Edhe më tutje. Kupton, jeni njerëz domethënë shpellar, të prapambetur, saktë. Kupton, fillojnë këto. Duket pak, duket edhe nëse nuk e shprehin, nën kuptohet ndoshta edhe nga veprimet edhe reagimet. Po sa po të marrë vesh që ti je besimtar, frekuenton një X besim aty, do të vi do ndryshosh shikimin direkt, domethënë do të shohë çik si ndryshesh me mospërfillje. Kam përpara tani një përket kohës gurit, ku dëgjon, se kështu e lidhin. Kurse unë jam përparimtar thotë. Unë besoj tek shkenca, çdo gjë lidhet me anë të teknologjisë, s'kemi nevojë për një që ju ja I quani Zot, kupton, çdo gjë e zgjidhim neve tani këtu. Edhe ka rënë dakord ai, është pajtuar me këtë qendrim edhe e ke aty. Edhe prandaj ka përmburje, thotë jam ateist thotë ai. Jam përparimtar. Një pyetje, pse mendon ti vetë nga aq sa ke arritur ta kuptosh që një njeri e përqafon këtë lloj qasje, këtë lloj mendësie? Po besoj se arsyeja kryesore që ishte edhe këtij personi që pata këtë debatin një ditë, është sepse këto
kanë lënë disa gjëra mangut me veten e tyre edhe në lidhje me jetën e tyre. I cënon ndërgjegja për plot gjëra. E thë më mirë bëjmë palë kësaj, të jemi të shfaqsuar, të justifikuar për çdo gjë që bëjmë. Edhe i intereson shumë që mos të ekzistojë një Zot. Sepse nëse ekziston me ato gjëra që ato kanë bërë, e kanë pisk punën. E kanë shumë pisk punën pastaj. Edhe më mirë domethënë që ta vëjnë në gjumë. E vënë në gjumë atë ndërgjegjen e tyre dhe ecin mendojnë se janë të qetë. Po nuk janë fare të qetë. Të gjithë ateistët nuk janë fare të qetë. Si, në skuptim. Sado që ta largojnë atë mendimin që s'ka çdo gjë është bërë vet, po sepse thellë e dinë që ekziston një forcë e besoj, thellë e dinë që ekziston një forcë e sigurt. Nuk ka. Po pse aq luftë kjo që po thuat është një luftë e brendshme. Po brenda vetes tyre. Po. Ajo se çka e dinë dhe duan të besojnë, diçka ndryshe nga ajo që e dinë ose e besojnë. Po, kundërshtojnë pikërisht atë që thellë kanë. Jetojnë të qetë ata njerëz? Absolutisht jo. Kupton, ato janë vazhdimisht një përplasje të ajo botë atyre brendshme, midis kësaj që është, po unë dua t'i mbush mendjen vetes që s'është. Ajo është lufta e vazhdueshme. Është e frikshme. Ku kanë këtë luftë ato, imagjino luftën me ne, që me dikë që është një besim tjetër ndryshe nga këta që nuk besojnë fare. Sa i thjesht mund të jetë me ta. Do për ta, ndjes. Ata si llogarisin fare, domethënë nga momenti që ato luftën që kanë për brenda. Kur duan ata të fikin atë ndjesinë që kanë për brenda e që ekziston një forcë e madhe mbi ne që është shkaktari i gjithë krijimit, kur ata e luftojnë këtë gjë brenda tyre, imagjino me të tjerë që se llogarisin fare. Ato vetë se kanë gjetur atë gjë, janë vetë në një karkim, ata janë thjesht në zhytje, në humbje. Mirë, tani e themi ne që ato nuk besojnë, apo kanë një lloj besimi vetvete ato? Këta që Po, kalojnë. Përfaqësojnë ateizmin do. Ato detyrimisht kalojnë në besim të vetvetes. Besojnë vetveten? Po, se mirë që se ateizmi domethënë është besim vetvete, nuk kanë për shembull. Domethënë ajo tamam nuk është ateizëm, se ata prap diku besojnë. Bravo, kjo është pyetja, pra a besojnë diku ato domethënë? Po duke zëvendësuar besimin e Zotit, e kalojnë duke bërë veten e tyre Zot. Unë jam Zoti i jetës time. Unë komandoj gjithçka, çdo gjë varet nga zgjedhjet që bëj unë, nga veprimet e mia. Domethënë çdo gjë ja atribuojnë vetes tyre. Domethënë këta i karakterizon kryesisht ajo ndjesia e krenarisë. Kan ego teje të theksuar, që të arrijnë në atë konkluzion që çdo gjë të thonë e komandoj unë, kam unë fuqi mbi jetën time. Si pasojë do të thotë që kanë sëmundjen që quhet egoizëm, sëmundje shpirtërore, nga sëmundja siç është kanceri për trupin, është krenaria për shpirtin. Të tretë, të kalb, komplet. Në të fazë janë ata. Kancer. Prandaj nuk ndihen mirë, nuk ndihen rehat ata pastaj. Si mund të jenë rehat me atë gjendje? Ata vlojnë vazhdimisht. Kurse një njeri që beson pastaj, ai automatikisht qetësohet. Qetësohet sepse është aty ku duhet. Sepse është e vërtetë që është një aty mbi kokat tona, që e ndortoj gjithë të shpinë që quhet botë, edhe vendosin neve njerëzit banojmë në të. A qetësohet? A ka një dozë minimalësie këtu brenda? Ka shumë dozë minimalësie ata tipat që janë që qëndrojnë në atë fazë, në ato lloj konceptesh. Ato janë në problem të madh. Nuk e di a kanë ai diçka që mund t'i marrë përsipër këta që ti sjellin vete. Vetëm në një mrekulli po ndodhi. Po problemi është edhe sikur të shohin të vdekur të ngjallet, prapë s'kan për ta pranuar. Do e justifikojnë duke thënë diçka tjetër, jo po shiko se ishte në fazë gjys për gjys, edhe filloi zemra të aktivizohej, se kishte pushuar momentalisht. Domethënë do japi një shpjegim patjetër vetëm që mos të thonë që ekziston Zoti. Gjitha vetëm mundohen që t'japin sa më shumë argumente, boshe, arsye, gjëra justifikuese për të thënë që nuk ekziston Zoti. Vetëm atë ta godasin atë pjesë. Ka për shembull një grup mosh, target grupi i caktuar që janë më të prirur që të jenë të prekur nga ateizmi, domethënë. Janë ata pra që kanë të theksuar më shumë atë ndjesinë e krenarisë. A ka një mosh për shembull, grup mosh? Jo, nuk pyet për moshë ajo. Si puna e që është më rrezikshme, le të themi si moshë ti mund të biesh pre e këtij trendi.
Kjo po e qyt rënd, po e qyt si mod, se në fakt është si mod duket më shumë. Po ja, shumë ka kaluar. Shef rushin e piqit domthon, po vetë ato nuk besojnë asgjë. Me aq sa kam lexuar dikur e kishin për nder që kur uleshin në një shoqëri për shembull, në një rreth shoqëror, diskutoshin mbi besimin. Ajo është tema e ditës për herë, çdo ditë kur mblidheshin njerëzit dikur para flas kohën e Skënderbeut, edhe më përpara. Kurse tani kanë për turp të diskutojnë çështje besimi. Sepse jetojmë në shoqëri moderne ku supozohet që tani jemi të përparuar, edhe është një koncept i vjetëruar për sa i përket fesë, edhe neve tani nuk duhet diskutojmë mbi atë se do dukemi sikur jemi shpellarë. Kjo është arsyeja kryesore thuhet ti, që duket si të lashtë, duket si të vjetër në mendsi. Po në kohën që jetojmë ashtu. Kjo është ajo që i vret më shumë domethënë që ta përqafojnë më fort. Po ajo është. Kjo është e frika le të themi. Unë të dukem i vjetër, unë të dukem kështu, jo, po, më mirë të jem kështu. E quajnë si ulje të vetes tyre, si të imazhit të tyre, kryneç janë, që ti thon tjerëve që shikoj unë besoj. Besosh ku duash, është drejta jote. Po që thua që besoj, nuk e thon. Më në humbje është një njerëz që ka një besim tjetër, Alex, apo që është ateist. I çfarë do lloj besimi tjetër, apo që është ateist. Tani nuk e di jam i saktë me pyetjen. Jo, e saktë ishte, shumë e saktë ishte. Tani pa hyrë në për besime, thjesht domethënë, a është më mirë që dikush, kush është më në rrezik, dikush që ka ndoshta pa e marrim thonjza, që ka një besim të gabuar në X fe, apo dikush që është ateist? Sipas qëndrimit të besimit tim, të dy një lloj të rrezikuar janë. Të dy një lloj të rrezikuar. Se më thënë, se si ti jesh ateist, si të gjendesh në fenë e gabuar, ai s'beson fare, edhe ai realisht që është një fenë e gabuar. Jo, që fetë të tjera, për shembull që të paktën fenë monoteiste që besojnë paktën në kuptimin që besojnë në Zot, kurse ato s'besojnë fare valla. Ata që janë fetë ndryshme dhe qoftë edhe të gabuar, paktën e kanë atë porulësinë e thjesht për të thënë që po është një krijues. Bravo, po prandaj po ta bëra pyetjen. Kjo është thelbi i pyetjes. Pra, kush është më i rrezikuar? Shiko, prap të them të njëjtën përgjigje do t'jap. Të dy janë të rrezikuar sepse edhe ai tjetri që është atje te feja gabuar, që ka edhe atë porulësinë të thotë që ekziston ai krijuesi, po nga momenti që se njeh se kush është, prap është si ky që refuzon komplet. Ky refuzon komplet, ky tjetri se njeh se kush është, pavarësisht se thotë që është një krijues, aty janë prap. Jo, për mendimin tim paktën që ta kthem pak edhe si formë debati, nëse një njeri, domethënë, vendos që të mos besojë në krijues, pra ai e ka bërë zgjedhjen. Që mos besoj, pra që ta mohoj dhe ta njohë që nuk ekziston, domethënë nuk ka. Kurse dikush që e ka, pra siç e thëti, ka mirësinë, ka porulsinë, që të paktën edhe devotshmërinë që të bëjë një zgjedhje të tillë që ka një krijues, por mund të ketë është i përcaktuar të X fe apo një fe tjetër, të paktën ai me të vetën dhe me mirësinë, me të gjitha ato të brendshme në vet, ai është i dedikuar. Pra tani se cila është rruga është tjetër gjë. Po. Pra paktën ai mundimin e vet si njëri si krijesë e këtij që ka të Zotit, domethënë, se që flasim edhe duket nga herë mund duket sikur bëjmë edhe gabime domethënë në orientim të gjës kur i drejtohemi. Pra paktën ai e beson që ka një krijues. Por ky është ndryshimi vetëm, që më thonë që ky tjetri ka atë arrogancën dhe i vën kapakun dhe s'ka pikë mbaroj. Pra ky mendoj që ky tjetri thotë që po është një, nuk jam unë ai njëshi, qendra e botës. Po tani ai që ka bërë zgjedhjen ndoshta thonjza, se edhe se dim ne, që ka bërë zgjedhjen e gabuar, nuk është faja e tij. Pra ai e ka pasur dëshirën për të gjetur më të mirën. Po sigurisht për mirë niset, dikush i profilizohet në një fe për mirë niset. Ky pala tjetër të ateizmit e kanë injoruar komplet këtë gjë. Po, prandaj nuk mendoj që është e drejtë që të dyja të bëhen të një në një sit ose një kategori. Mendoj unë, paktën në gjykimin tim. Jo të thaj, i vetëm ndryshim ky ishte, ky refuzon komplet kurse ky e pranon që ekziston një krijues. Po, por e ka dhe mirësinë për të kuptuar. Pra, që për bërë zgjedhjen, dëshira e brendshme, ajo se çka kemi në zemër, do të thonë ai e ka për të mirën. Po për mirë niset, këtë se diskutoj fare.
Po pala tjetër nuk niset fare. Ai le komplet, po, ai Po le aty në e vend. ignoron, ku diun, gjitha këto dozat e tjera e përbuz, e përgënjeshtron, ofendon, gjitha domethënë. Është më ai që beson, qoftë në fet gabuar që gjendet, ka këtë domethënë qasjen që shiko, unë e di që është dikush mbi mua. Kjo është diçka e mirë prap. Kupton, nuk e refuzon, nuk është në refuzim total siç është ai tjetri. Prandaj po them. Por prap është problem se duke mos qenë aty ku duhet, në fund fare një lloj kanë për të shku. Përveç se ti the pak më lart the që Darwini ka qenë ai domethënë që ka krijuar le të themi këtë ateizmin. Po. Ishte çifut, por u përdor nga këta elita sepse i duhej një shkrimtar me talent të madh shkrimi dore, edhe të kalonte ato idetë. Pra ai si ka pasur vetë ato ti ke krijuar vetë, ja kanë dhënë dikush domethënë që ato librat e parë që bëri në fillim ai ishin të tijat. Po më mbrapa dolën ca libra të tjerë edhe ja faturoshin sikur i kishte bërë ky vetë, ndërkohë që ai s'kishte lidhje fare me ata. Dikujt tjetër. Po nuk e thon ato vazhdimin këta siç ndodhi me Darwinin, nuk e thon as për shkollra, në për gjëra. Që ai në fund fare i qarkullonte në rrugë duke mbajtur Biblën dorë. Edhe shokët e vet u skandalizuan dhe thoshte ç'e po bën tha, se ata e dishin shumë mirë se ç'a përfaqësonte ai. Edhe kur i tha që i mori përgjigjen nga Darwini dhe i tha ky është libri i jetës, i than, ata u shokuan komplet. Po këtë nuk e kanë thënë ata biografat. Masin vend nuk është kjo, nuk. Kjo ekziston, domethënë, po të bësh ato kërkimet e duhura e gjen si material që vërtet kështu e mbyll jetën ai, duke mbajtur Biblën dorë. Po mirë, po nuk thon këtë tjetrën pastaj që pse nuk për shembull ta zgjisonin, ta vrisnin, ta eliminonin domethënë Darwinin ndërkohë që bëri këtë veprim, që po jo, interesant elitat që e përdorin, le të themi. Interesant. Si ndodh në raste të tjera, ky rast më i fundit që thon për shembull për Epsteinin që e kanë përdor ata, ndërkohë që u vetvra etj. E vran apo. Këtij interesonte sistemit interesonte ajo pjesa e parë e jetës së tij, që reklamonte ateizmin. Teorinë e evolucionit famshëm. Po. Ajo interesonte aty. Pse ka njerëz që vazhdojnë të besojnë akoma atë sot? Po si se besojnë akoma atë valla? Ti ke nëpër lënd shkolla, atë nëpër gjimnazë, apo të pyesësh një që është në gjimnaz tani, e ke në lënd mësimor aty. Ti po shumë sot që po flasim. Po më rrit pa fol. Po jo ti ishe student, ti ishe në zonës ti dhe të binte si pyetje. Dhe mbas të mësimit që ke marrë ti është që teoria për krijimin e njeriu, domethënë, dhe zhvillimit ka ardhur nga majmuni, domethënë, evolucionit. Thot mësuesja që i kanë ardhur. Të bën pyetje. Po, ju ta ka thonë se e kanë librat apo jo? Siç po e thotë. Po, valla. Të bëj pyetje, si ti nëse thu diçka tjetër ndryshe nga kjo që është shkruar në libër. Çfarë do bësh? Do shkruash atë që ke mësuar në libër apo atë që beson ti që është e vërteta? Sigurisht atë që besoj që është e vërteta, çfarë? Po do marrësh pikë minimal të ngelesh. Po le të marr dhe -4, s'më intereson fare, pse do bashkohem unë me këto granazhet e sistemit unë edhe të pranoj satanizmat e këtyreve, që një nga ato është ateizmi dhe darwinizmi. Po s'bëhet fjalë. Kështu me këto mendje që jam tani. Edhe të shkoj unë t'ja provime dhe të shkruaj unë atë që trajton libri tyre atje, po s'bëhet fjalë burr. Si të mohojnë Zotin nga që janë ca budallënj atje që duan të shkatërrojnë shpirtet e njerëzve me ato teori, edhe të bi dakord me ato gjëra unë. Kundra gjithë botës. Po do ngelesh unë, do ngelesh në klasë. Ore, akoma s'kam ngel dhe pa bukë dhe pa ujë, valla. Të ngordh aty si qen. Ç'a të mohojnë Zotin nga që janë që ta eci unë përpara. Sa prapa mbetur që kam. Keni një shpellar tani që po ju flet. Me topuz dang. Po përveç se pyetja mos më largu dhe pyetja që bëre pak më lart. Përveç Darwinit, a kanë ndonjë për shembull si udhërrofyes le të themi këto ose si një profesor tyre, si një mësues tyre? Përveç Darwinit, domethënë teorisë ose Darwinit vet. Dolën pastaj filozofë tjerë. Kanë lidhje pak me Budën, me budizmin, me këta? Ka lidhje ateizmi apo jo? Jo, ajo është tjetër formë praktike e një feje tjetër, lindore quhet budizmi, fet lindore quhet. Ato trajtojnë gjëra të tjera pastaj. Nuk ka lidhje, pra, nuk e jo, e kam fjalën për afrim. Jo, ato besojnë ku dëgjon, kanë ja 700 zotra ata atje në budizëm. Ateizmi, cilës fe parafrohet më shumë sipas teje? Ateizmi?
Asnjërs përderisa nuk beson. Jo, pak nga vetë monoteiste, Më shumë i afrohet masonerisë bër. masonerisë. Po, ato kanë ca gjëra kanë shumë të Se përbashkëta. lidhet çfarë të përbashkësh ka? Po ato janë kështu, domethënë free fare, liri, liberta komplet, bë çfarë duash thot, mjafton mos dëmtosh tjetrin. Po si bë çfarë duash, ç'është kjo? Sepse edhe liria e tepruar e shfrenuar nuk është ndonjë gjë kështu tani që të ofron gjëra të mira. Çdo gjë e tepruar është e dëmshme. Nuk ka rëndësi në çfarë feje beson ka masoneria, rëndësi ka të besosh në një. Pse kush është ai një, hajde gjeje. Kështu e kanë ata. Bë çfarë duash, shkele, dëmto edhe veten tate, vetëm tjetrin mos e dëmto. Kupton? Po ça, prap, kjo nuk qëndron. Nga momenti që dëmton veten tënde, të lumë që s'dëmtove tjetrin. Neve e kemi kështu, të duash veten tënde siç të duash tjetrin siç do veten tënde. Po. Kështu e kemi. Unë tani ta egzagjeroj, ta teproj me atë lirin time duke abuzuar me atë dhe ja fuz vetes, aty pastaj çfarë do bie ka, çfarë kuptimi ka. Kështu e ka masoneria. Këto që janë ateista kanë për shembull rregulla, çfarë rregullash kanë ose a kanë ndonjë libër këta që kanë si udhërrëfyes? Ato kanë libra vetëm si të shajnë, të fyejnë të Zotin, edhe si të tallin me ata njerëz që besojnë. Kështu librash kanë ata. Aty ke. Si të zbehin Besimin. atë ndjesinë e mbjellur dhe që ka secili nga ne për të besuar dikë që është mbi ne. Atë luftojnë ata. Do me thënë, dogma e ateizmit është që Zoti je ti. Është komplet koncept satanik. Për këtë arsye ai pari kryejëngjëve, sepse donte të bëhesh Zot, i barabartë me Zotin. Këtë trajton dhe ateizmi. Ateizmi është anarshi. Nuk njeh principe, nuk njeh rregulla, shkon kundra çdo autoriteti. Është anarshia, la romuj komplet. Bë çfarë duash sot. Ke liri pa mas. Më thënë, është komplet ekstremi tjetër. Aty ku besimi të vendos disa tabela, të thotë që këtu bë kujdes, këte mos e kalo, mos këtu, mos atje, aty s'ka mos, nuk ka tabela, aty janë të sheshuara të gjitha, bë çfarë dush atje. Vetëm për Zot mos flit. Për Ose gjë për tjetër. kundër. Ose kundra, mundësisht kundra. Aty i ke. Janë ata kategori e frikshme njerëzish. Edhe kanë për lavdi, edhe ato në fakt që e thon këtë gjë, unë jam ateist, ato se kanë iden fare se çfarë do të thotë realisht ajo gjë. Se çfarë përmasë e frikshme dhe çfarë trajton ajo si koncept. Edhe thon kot. Për trendi, për mod, për të dukur përparimtar. Për bërë atë dallimin, atë ndryshimin që nuk jam si ju, që besoni gjëra që nuk njihni. Po pse qëndron vetëm kësaj pike? Për çfarë arsye mund të devijojë dikush nga një besim i caktuar të bëhet ateist? Pse qëndron vetëm kësaj modernës, domethënë? Mund të ketë një arsye tjetër për shembull? Po thuaj që kanë qenë brenda në një fe caktuar dhe Po, pastaj e janë braktisën po. dhe kalun ateizëm. Po aty ka pasur ndonjë zhgënjimi, diçka. Diçka kanë parë në atë komunitet fetar ku janë gjendur atje dhe nuk janë pajtuar me atë gjë. A ndodh Ka për shembull reaguar. që po? Ka reaguar ajo ndjesia e brendshme për atë gjë X që nuk i pëlqeu, edhe holli gurë mrapa dhe iku. Po këta nuk Ndoshta a ka të bëjë që edhe formimi i tij nuk ka qenë i duhur, le të themi? Më shumë se sa vetë Po. komuniteti ose feja që ai përkiste ose që ishte pjesë. Po, atë desha me thënë që gabimin këta kanë pasur që në fillim kur u futën atje, sepse nuk u futën se unë atje do adhuroj Zotin tim. Po u futën Për interes. pata një X interes. Kupton? U futën në këmbën e gabuar. A është një pazar marrëdhënia jonë me Zotin? Po, Nesi krijesa me krijuesin. ekziston ky fenomen i fatkeqësisht që e shikojnë si pazar. Po shkoj unë atje te ai vendi i shenjtë atje, që mua të më eci mbar, të më eci marr, thon sa. Siç e kishim një gru neve i ditë, po ç'a bëri ajo kur se harroi këtë gjë. Kur ishim kish neve atje, mori çantën ajo dhe vendosi sipër ikonës. Ishte ikona Krishtit, e vendosi atje. I thash, ç'a të bëmi, thash unë. Po jo, ai ç'a si gjë tha të bekoj e curin financiare time, tha. Edhe ç'a që të mushet çanta. Një herë si për të bekoj edhe ti. Po, ka përcej Ylberin.
Edhe shumë edhe çaj, e lën ti aty që të fryhet mushet ajo çanta me lekë thashë unë, ajo më thënë është ideja, pra ne vjen kishti thashë unë. Po rritë po më shtirë të kështu. Po, diçka ndodh diçka tjetër, jo vetëm për fen tënde, por edhe në tërësi në fe të tjera, ndodh kjo që masa ose ato që s'besojnë fare as në ateizëm, por që s'besojnë, domethënë që s'kan fare, janë kështu jashtë komplet, domethënë s'besojnë ka si gjë domethënë. Jetojnë biologjikisht komplet. Edhe por gjithmonë janë me gishtin kështu. Ti. Ja, ajo që bëre atë, pse ju jeni kështu të gjithë ose këta, kjo tjetra këtij, ja, ai ka bëu kështu jeni ju të gjithë. E do ta di pse e bëjnë atë. Po pse? Nga që ndjen keq vet ata, edhe duan që ta akuzojnë. Ti ke parë atë zonjën që ka bërë atë gjë aty në Kish. Mund ndodhi që dikush tjetër mund ta bëjë në xhami ose dikush që është i fesë islame ose ortodokse siç je ti. Po kjo do të thotë që feja islame është e tillë ose ortodoksët janë të tillë të gjithë. Ajo është e keqja me disa. Kjo është e keqja, e përgjithsojnë domethënë gjën. Po pra skandalizojnë nga një X gjë aty që shohin. Bota e asaj, është veprimi i asaj, pse duhet të jetë edhe Aleksi si ajo, pse do të thosh ta përgjithësosh. Ose nuk është Zoti ai që ta ka fajin ty se doli një ashtu që bëu kështu veprime zgjesës. Gjithë secili ka personale pra, gjithë secili ka personale atë veprimet që bën, gjërat që bën. Ose kjo që thonë për shembull, jo ky shkon në xhami, ndërkohë që ka bëu këtë, ose ky shkon në Kish për shembull, po ka bëu këtë, bën edhe këtë, po shkon edhe në Kish, shkon edhe në xhami. Pra, edhe kjo mendësia është kriju diçka, nuk e di, është prej ateistëve kjo? Si gjë, nuk e di jam i qartë në. Kjo është prej njerëzve me mendje ngushtë, do thoja. Pse edhe mua në herë më thon shtëpi, si pëlqen diçka më mas për shembull, thotë po ti edhe pastaj flet për Zotin, shkon edhe në Kish. Edhe unë që shoh kështu. Po mirë me gabimtari. Po mirë se ja fus unë ca gjërave kot. Tani për ditëshmen time, domethënë duhet që t'ia faturojmë gjithë besimit neve kështu, po s'ka lidhje, kupton? Ti që shkon, ti që bën, ti që cila mund të jetë përgjigja tjetër, domethënë, mund të jetë përgjigja tjetër, okay, unë po bëj këto tani, nuk do t'i afrohem atij vendi, mos kërkoj unë falje, domethënë, unë po ta fusi shpull 2. Edhe ndoshta do ta fusë edhe shpull mas sa kohë se mund të vinë ashtu rrethanat, po s'po të kërkoj falje për këtë herë, se do ta fus një tjetër më vonë. E të them mirë. Po. Ti mbledhim. Është edhe kjo, por edhe në tërësi thot pse unë bëj gabim, thot pse të shkoj unë të kërkoj falje. Po. Ç'është kjo don kjo ide don kjo lloj mënyrë të menduarit që ky bën edhe këtë, po pse shkon ai atje? Kupton? Okej, ti shkon në kuptimin që nga kjo rrugë që ke bërë 2-3 gjëra, të thuash që të vijë ajo drita, të hapet e perdja dhe të shohësh. Po ti shoh. Që ti eliminosh apo. Pra ti thuje duke rënë humner, çdo që bën hapa mbrapsht për më shkuke e saktë, po vazhdo hidhun humner. Kjo është ajo. Teoria e këtyre që unë bëj edhe këtë. Pse të shkoj unë atje të kërkoj falje, ndërkohë që unë po hidhem atje me kokë. Po këtë s'kuptojmë pra, se ti thuash tani, ore, po ti tani nuk je para syve një perfekt, një njeri perfekt të përsosur, dhe s'ka nevojë për të shkuar. Zoti vetë është ndjeni, është. Ore të gjithë e din këtë gjë dhe Zoti vetë Zoti domethënë e di se çfarë krijesë ka bërë që në shembullin e parë në botë me Adamin, domethënë e ke. Pa i na bëri perfekt në fillim, po pastaj erdhën rrethanat. Jo, si erdhi jeta, nuk po them se si na ka e kemi sqaruar atë pjesë, po them se si ka vijuar. Pastaj Zoti ata do të shëroj që janë të somur, që janë të pa plotësuar me defekte. Ai di shumë mirë se si jemi më burr. Tani kur na thon këtë shkok edhe në Kishti, tani edhe shkon dhe falesh e bën. Po pikërisht se jam kështu i shkatrum, duhet shkoj atje që turgullohen. Pikërisht për atë arsye është ai vend i shenjtë atje. Po. Se pastaj po tisha una i përsosur ose të kisha të gëzoja shëndet të plot, zë shkoshe te farmacia, zë shkoshe te doktori, zë shkoshe te spitali, janë aty për të çorur trupin, edhe besimi është për të çorur shpirtin. Tani, unë s'po pretendoj perfeksionizma e gjona, aty. Tani, edhe do e shkelim, edhe do bijem, edhe do çojemi. Do po t'jemi. A do të them brenda programit, brenda asaj përditshme, brenda asaj luftës është ajo pjesë. Do bijesh, do çohesh. Do ecësh përpara, do biesh prap, do çohesh prap. Kjo është lufta. Po pse përdoret kjo si praktik domethënë? Është se kjo okay, e sqarove shumë bukur. Por pse e thon gjithmonë të? E kanë si argument kështu si pa lidhje në fakt. Po. Po tani unë nuk e di se ç'ti them këtyre kur ta them atë gjë. Ndoshta atyre mungon një lloj konfirmimi që thot dikush
mirë, mëse në rregull ti ke bërë zgjedhjen ta dhe është e duhur ajo që ke bërë ti, bravo, domethënë shumë mirë rri aty ku je. Ka si mjet justifikues domethënë që t'i japi dikush diçka kështu ose edhe nën qesh. Po jam ky sa boni këtë shi, po ikën atje tani. Nuk i pëlqen atyreve diçka që bën ti, edhe si hakmarrjet ta përmendin ta. Jo si hakmarrje, ndoshta ato duan ti bashkohet grupacionit atyre, se hapa ja ku e pasmi, duam një lloj mbështetje më burr. Ndoshta mendore ose do thjesht menduese, mendimi. Që vetë janë pozicionuar aty, unë nuk e luaj hapën, kam bërë këtë, por nuk luaj hapën me shku dhe me kërku falje pas mirësim me qeni për ulur, me pranu atë se çka kam bërë, të shkarkohen, të marrin atë, të ndjen më të lirshëm, më të qetë. Po. Edhe thotë, mirë më thotë, presim me ngulp mall që të thotë edhe Aleksi dhe Altini. Po më valla, ke drejt më burr. E dun atë po. E dun një të ngjashëm se vetë që t'i afrohet grupit. Për këtë kam me këtë koncept e kam. E kuptova çfarë po thu. Ta thash ata ndihen atyre i vret ndërgjegja realisht. Thellë i vret ndërgjegja. Sepse ecin me atë mendimin, edhe sikur mos ta pranojnë. Thellë brenda tyre e kanë këtë pjesën të pikpyetjen. Po sikur në 1 miliard të ketë të drejtë ai aty ku shkon, edhe të jetë zgjedhja duhur ajo që bën. Edhe unë t'jem gabim. Kjo i mundon shumë ata ajo pjesë. Edhe ç'a bëjnë tani? Për ta mbuluar këtë, ç'a bëjnë? Përdorin këta metodën psikologjike. Për ta bindur, për të bërë atë që bën ai, unë nuk e bëj. Se jam këtu, jam kështu, i ka ato puplat kështu, shtrira, si fazan. Por që do bëj? Do e sjell atë tjetrin aty ku jam unë. Dhe kjo i jep një lloj ngushëllimi atyreve. Që shikon, bravo. Nuk ndihem unë më keq tani, sepse ai që supozohet se 1 në 1 miliard mund kishte bërë atë zgjedhjen e duhur, shikon, tani erdhi aty ku jam unë. Edhe pap fillon ai vazhdon gjumi ndërgjegjes aty pastaj. Po, vazhdon ajo. Ndjen rehat. Po më shumë. Edhe sa më shumë të rrethohesh me njerëz. Fusin tek të tillë njerëz që besojnë. Aq më komfort Renat Sak është rehatira Renat Sak si fora. Te ajo bot atyre, po ti sjellin, aty pastaj vazhdimisht ndjen më rehat. Po duan vazhdimisht viktima këta. Që ta ushin atë. Imagjino sa mërziten edhe kur dikush i injoron në ato se çka paragjykimi që krijojnë to për tjerët, që injoron thotë mirë, vazhdon, as nuk e flet fare. Për shembull, në qesh dhe vazhdon drejtimin e vet. Ai normalisht që është i paqt me veten e vet dhe i bindur në atë rrugtim që ka nis, dhe që injoron atë se çka ja përpolit të veshi ky ose që ja thot në distancë, po çao, po shkon atje. Po ti. Po nuk ja. Po që ai vazhdon në rrugtimin e vet, si mund ndjehet pastaj. Po nuk u kushtove rëndësi atyre broçkove që thon ata, ato bëjnë keq pastaj aty. Bëjnë keq. Sepse atyreve i duhet ajo doza dhe ti ja pret atë ushimin që pretendojnë të marrin, duke të bërë si vetja. Sepse i mbyturit u mbyt. Edhe ateisti do më të bëjë ateist. Ushqimi i tyre është të bëjnë sa më shumë njerëz si vetja tyre. Tani, Alex, nëse ti ke një mik, që është kthyer ateist ose është ateist, ti vetë e shesi për detyrë, mision, domethënë që ti ta kthesh në besim atë? Vetë në veten tënde? Sigurisht që e shoh si detyrë. Është, do ta kesh domethënë, do ta kesh. Atë do ta ketë kushdo. Sepse kur shikon që një person ndërpreu lidhjet me babain, edhe u kthye dhe u bë ndacak. Shkoput lidhje me Zotin, edhe ti je në një botë boshe tashmë. Edhe rokullisesh kot më kot, shkon kërkon gjëra që s'ka asgjë për të gjetur. Është një njeri që po endesh realisht. Edhe detyrimisht që je ndacak. Aty të vjen keq pastaj. Se ky humbi marrëdhënie me babain, humbi marrëdhënie me Zotin, si mos vi keq ajo pjesë. Do shkosh si një vëlla ti shkosh i vërtetë dhe ti afrohesh, e ti flashësh fjalë zemre, ti thuash, ai vendimi që bëre është vetvrasje ti thuash. Nuk ishte zgjedhje e durë ajo që bëre. Të përpiqesh domethënë ta sjellësh në vete. Se realisht çfarë kërkon? Tani, ik aty ku je tani. Ç'a po kërkon? Por kërkon gjesh aty ku je, në bosh. Edhe normal të shtyn kjo gjë që ta ndihmosh, kupton se s'mund ta shohësh një njeri tu mbasi udhën, tu mbasi orientimin, edhe ti të qëndrosh indiferent. Po mirë, ai s'të dëgjon.
kundërshton vazhdimisht, madje mund të kesh edhe shumë përplasje të forta. Mbasi ke konsumuar gjitha këto metodat e duhura, afrimin tënd të sinqertë, gjitha këto përpjekjet, aty pastaj e shikon që nuk ecën e lën, pastaj nuk do ta as lësh do edhe si shok apo Jo, patjetër që do e kem si shok. do e kesh. Nuk do ta lësh si shok. Jo, pse ta lej? Nuk është e duhur ajo. Sepse ai vërtet mund mos dëgjoj me fjalë, po mund të kuptoj me anën e shembujve që ti jep. Edhe ajo është një formë e tërheqjes që po kërkon ti bësh. Dhe me shembuj, jo vetëm me fjalë. Po, me shembull patjetër. Po, nëse ti je shef që ai has shumë vështirësi, mund ta ketë dëshirën për të kuptuar, po prapë s'bindet, nuk bindet. Ti do të tërhiqesh, domethënë, në këtë bisedë ose në këtë mision për t'ia shpjeguar dhe për ta afruar atë në atë se çka beson, Po aty e ndërpret pastaj. do ndërpresësh. Po. Se ka dhe taktika, metoda të ndryshme tani. Kupton, kur e shikon që tjetri nuk e pranon diçka që po i thua, çfarë do qoftë, jo vetëm për këtë, aty pastaj tërhiqesh. Po, a nuk ekziston mundësia që ai të të kthej si vetja pastaj në Po tani po ishe i dobët, edhe rrezikon të bëj si vetja. Prandaj do të thënë dikush që përpiqet t'i japi dikujt kuptoj, duhet të jetë vetë i rrënjosur në atë që beson. Se ekziston një rreziku që të devijojë dhe ai vetë. Në vend se ti të shkosh të nxjerrësh atë nga llumi ku gjendet, mund të bish ti ai llumi aty. I zgjat ti atë shkopin aty që ta nxjerrësh, nga ajo toka e lëvizshme, aty rrëra e lëvizshme atje, ta jep një kështu ai të futet dhe ai aty ku është vet. Kupton? Prandaj duhet të jesh i fortë, i mirë rrënjosur në atë që beson vetë ti, i pari. A janë sprova dhe vështirësitë që të vinë në jetë një arsye që njerëzit përqafojnë ateizmin? Po, një arsye është zhgënjimi që gjërat nuk po ecin mirë në jetë, edhe ja faturojnë Zoti direkte. Është një nga format që ky person që ka lloj këtë përqasje të tillë, ka egoizëm të zhvilluar. Ka egoizëm ky njeriu? Egoizmi është në duke aty në ato momente. Si lidhet egoizmi në këtë pikë? Sepse ai fillon dikush që po kalon sprova dhe direkt thot pse më ndodhi kjo, pse më ndodhi ajo, pse kjo tjetra dhe okay, kalon atë që theti në mohim të krijuesit të Zotit. Po ku është egoizmi këtu? Egoizmi është që hani nat që pse mu nuk meci kjo. Edhe hani nat me veten, edhe i dalin ato pse si karpullat mas shiut pastaj. Pafund pse? Që nuk e gjen asnjëherë përgjigjen. Edhe duke ngrënë këto lloj inati që pse s'po mecën mua, ti tjetrit atje shive çdo gjë po ecën vaj, kurse mua unë as një makinë s'paris të marr, aty është pastër egoizëm që pse nuk po më realizohet mua kjo dëshirë që kam. Meqense është ai Zoti plot fuqishëm që me një kështu ndryshon situatën e kujdo, pse s'po e bën me mua? Po mirë. Në vend se ti për thotë le të marrim këtë tjetrën, po bëjmë këtë rolin tjetër, thjesht për qëllim të kësaj bisede që bëm për të ngacmuar më shumë mendimin e Aleksit që t'i japi përgjigje. Po shumë mirë ka, pse s'po ecën atje? Po sepse pra atë ka jep atje. Ka plan tjetër për atë. Ha, bravo, kjo ndil. Pse? Për secilin ka një plan. Siç gjë nuk erdhi nga rastësia, po erdhi nga një plan, nga një plot fuqi, nga një dorë fort që krijoi, për secilin njeri ka dhe plan Zoti, për këdo. Për njërin lejon që të ketë më shumë sfida, për një tjetër lejon të ketë më pak sfida. Duke ditur se sa mban secili. Ai di për secilin se sa mban. Edhe i ngarkon ai sa ai arrin të mbaj. Sa mban, po. Është vërtet kjo? Që përkthehet në sfidat e jetës. Shpreh vjetër që ne jemi rritur me këtë, që çdo njeriu Zoti i jep ai sa mban, domethënë është shprehje që unë pak jam rrit me këtë shprehje. A është vërtet kjo? Ajo është shumë e vërtet, edhe mund ta bëjmë këtë krahasimin me një shembull ndoshta jo shumë të përshtatshëm, si ai që del me gomarin e tij në pyll, që edhe e ngarkon me dru, për t'i çu pra, dhe ai që ka gomar nuk e ngarkon gomarin më shumë se ç'mban. E di shumë mirë se sa ngarkesë mban gomari vet. Edhe nuk i jep më shumë. Po pse ne e shohim sikur po na jep më shumë se sa mbajmë? Pra vetë natyra njerëzore e sheh sikur ka një ngarkesë më të madhe se sa mund mbante. Po se s'kemi besim tek ai. Kjo është, sepse mungesë besimi.
Kur ke besim te Zoti, e di shumë mirë që nuk të jep më shumë se ç'ti mban, sepse ai e di shumë mirë kush je, ç'a je, pse je, sa mban, sa s'nuk mban. Nga momenti që ne fillojmë ankohemi dhe themi shiko se në jetën time ka lejuar më shumë sfida se sa ai tjetri atje, aty pastaj edhe atë nuk e do. Zoti nuk e do ankesën, nuk do që të ankohesh. Është mëkat ankesa. Ta dini këtë. Shmangeni këtë pjesën. Pse o Zot mua këtë, pse o Zot mua atë, këto, pse? Ose të qarën popullorëshe, kështu që qahemi, ankohemi, qahemi. Ankesa e qatura, qara, po. E njëjta gjë është. Është mëkat të ankohemi të qahemi. Sepse është sikur i themi atit, ma hiq këtë barën që ti ma ke vendosur si sfidë në jetën time për dobinë time, edhe unë mbetem dru i pakvëndur. Pse barra, domethënë ose sfidat, sprovat janë pra është ai mjeti prerës që të bën dru të gdhendur? Fiks. Është një lloj kalitje? Kalitje, është për të na forcuar neve, sepse pra ne sprova na bëjnë më mirë, do thuash? Patjetër. Si e shpjegon këtë? Vështirësia sjell kalitjen e njeriut. Po nuk kaloj njeriu nga vështirësi. Mund na japësh një shembull konkret për shembull qoftë nga vetë ose një njeriu ose në përgjithësi, si njeriu për shembull bëhet njeri më i mirë, kalitet më mirë nga sprovat. Po një shembull nga vetë për shembull kështu në përgjithësi. Po ja, po marr një shembull që na prek në përditshmërinë të gjithëve. Në për sa i përket në ambientin e punës. Të gjithë atje kolegët e atij të ambientit të punës ja çojnë mirë me njëri tjetrin. Ti je i vetmi që aty të shohin kështu me përbuzje, të mënjanuar. Edhe ti kur kthesh në shtëpi thua pastaj, "Ora se ka mundësi", domethënë gjithë ata ja çoshin mirë me njëri tjetrin, kurse mund të shikojnë me një sy tjetër më burr, sikur jam ndryshe nga ata. Pse nuk më pranojnë dhe ata në rrethin e tyre? Po më kalon kështu vetëm për shembull. Ajo gjë të gryen nga brenda. Edhe vjen ajo pseja e natyrshme pastaj. Tani, atë lejon Zoti që ndodh. Për një x arsye. Ajo që të forcohet karakteri yt. Të forcohet me anë të refuzimit. Po, kjo është një sfidë. Mundësia që me anë të refuzimit mund të marrë një rrugtim tjetër. Ajo që tham. Po e mori pastaj, pra ne po them, baza është besimi. Po besove, ti duron. Po besove, ti shpreson. Është çështje lidhjes, ku lidhesh. Ajo është komplet, domethënë do fushësh atë prizën atje, fishën atje ajo priza atje, po nuk e futet, s'ka për të ndes kjo këtu. Domethënë, edhe njeriu do të lidhet me besimin me Zotin e tij. Po u lidh me atë, çdo gjë ka përcjell pastaj, çdo gjë ka përgjigje. Edhe e ka më të vështirë të bie. Sesa një që s'beson fare. Po pse një ateist kërkon gjithmonë, vazhdimisht kërkon argumenta, kërkon përgjigje domethënë. Po sepse ta thash, thellë i gryen nga brenda ata. E kanë një prirje për të besuar, po ata e luftojnë, ata nuk duan ta besojnë sepse nuk duan të japin një ditë llogari, se pas kanë bërë shumë shkelje me sa duket. Mirë, si do ishte më mirë që pra për ndoshta që mund të ketë edhe njerëz që e ndjekin edhe këtë video, ndoshta edhe për një mesazh përmbyllës për gjithë ato që na ndjekin, që thellë brenda vetes dikush që ndoshta ka marrë këtë rrugtim ose prej vitesh mund të ketë jetuar në këtë gjë, si mund të ishte rruga më e saktë, më e duhur që siç e thellët ti tani që ai thjesht nga që ka bërë shumë gabime dhe s'e ka pranuar prej vitesh, i ka të vështirë ta pranojë një moment X, se thotë që pra, a ka falje nëse dikush e pranon që nuk do jetë më ateist dhe do përqafoj një besim, për shembull, monoteist. Të çfarë do lloj? Pa hyrë në pra, kjo pjesa e kësaj që the ti, në kuptimin që nëse ai pas 10 vitesh, 15 vitesh, ose në fund të jetës vetë që ja ka dhënë Zoti shansin që po ka ndodhur ajo. Ka shkuar deri në atë pikë, ka bërë ndryshimin e fundit, moment fundit domethënë. Po. Edhe ka besuar. Po. Po, pranohet. Pranohet edhe fshihet gjithë ajo, si është ajo? Po patjetër, Zoti është i mëshirshëm. Ish i dashur, njëri dashës. Ai kithimin e njerëzve pret. Nga momenti që fëmia e tij do i thot po babi bëra gabim, më fal. A mos është kjo do të themi, le të themi ai ngërçi që njerëzit mendojnë se po të kthehen s'do të fshihen ato të tjera. Do të nuk e di, nuk e kanë si informacione. Këto nuk kthehen sepse kanë
kanë turp nga opinioni i shoqërisë së tyre. Kjo është ajo kryesore se po e thekson, po ke gjatë gjithë kohës, po kjo është. E di se ka të ndikoj bota, që thamë të emisioni i kaluar, domethënë është armiku i dytë i njeriut është opinioni, çfarë do mendojnë tjerët për mua. Është shumë i fuqishëm ky. Ata njerëz që kanë arritur që mos t'i kushtojnë rëndësi kësaj pjese, që janë empatikët, njerëzit empatik, që e fshin fare këtë për sa i përket çfarë do mendojnë të tjerët për mua, ata nuk rrezikojnë nga kjo pjesë. Po një pjesë e madhe rrezikojnë, duan të gëzojnë opinionin e mirë para syve të tjerëve. Kjo është një fatkeqësi, dram për atë njeri. Se s'ka për qenë asnjëri i lumtur. Se ai tjetri, siç to mendon sot, nuk to mendon po më të njëjtën mënyrë nesër. Si njeriu është i dobët, është i lëvizshëm. Kështu që ti mund ta kesh si kriter si do më mendojnë të tjerët mua. Secili duhet të kujdesë për këtë pjesë, ta fshi se çfarë mendojnë të tjerët për mua. Ajo vlen vetëm në një rast, që është diçka e mirë se çfarë mendojnë të tjerët për mua. Vetëm tani ti kur bën një jetë të shurur, të çrregullt, aty të ndihmon kjo se çfarë do mendojnë të tjerët për mua, sepse është efekti i turpit që të mbledh. Bravo, po. Vetëm në këtë rast vlen ajo gjë. Po ti jesh tani në rregull me veten tënde. Të kesh atë jetën tënde dhe nuk i bin qaf askujt, nuk dëmton askënd. Edhe të thuash tani se çfarë do mendojnë të tjerët, çfarë do duhet, çfarë do mendojnë të tjerët, valla, ti ke jetën tënde, ai ka jetën e vet. Mos e ndërlikoni këtë pjesë. Kështu që edhe ata që mund ta kthen në moment fundit që mund të jetë 80 vjeç ai nuk e kthen këtë se çfarë do mendoj shoqëria ime për mua tani. Imagjino me një 80 vjeçar, me menu si çfarë do mendoj shoqëria ose njerëzit përreth ose familjen e tij, të njohurit e tij, çfarë do mendojnë për atë 80 vjeçar. Çfarë duhet do të jetë 80 vjeç, çfarë duhet të mendojnë tjerë për ty? Por ka bëj gjithë jetën tani edhe ai tani po vret menin se do më mendojnë. Ore ti do ikësh do futesh në 10. Nëse ju mos u ngushtoni domethënë vetëm në këtë për një 80 vjeçar, edhe dikush që është i ri mund ta mendoj këtë gjë, domethënë që ta bëj kthesën sa këtu thanë për kohën. Thanë për kohën kur është 80 vjeç, por ai ka fatin që ka jetuar deri te 80 vjeç, por ka fatin e keq që s'bën kthesën. Ja, ishte për shembull në një rast e kam e lexova para ca kohe. Edhe një ri se nuk e dim se ajo vdekja domethënë ose kalimin në botën tjetër është e papritur. Është e papritur, vdekja është misteri më i madh i kësaj jete. Vdekja, tërmeti, edhe çfarë do na pretë nesërmja, këto janë të paditura. Paditura. Ose mas një minuti, edhe të se dim. Tërmetin edhe dimi çik se. Siç ishte me një rast biles, ishte një i moshuar biles ky, edhe ky ishte 80 vjeç që vdiq ai. 80 vjeç. Edhe kishte po në moshë 70 vjeçare njohi besimin ai. Edhe kishte lënë porosi që te pllaka varrit atje të shënonin me skalitje. Jam 80 vjeç, kam jetuar vetëm 10 vjet. Domethënë ato 10 vjet e fundit nga 70 deri në 80. Po, domethënë ato 10 vjet. Po, vetëm ato 10 vitet e fundit ishin të vlefshme për atë. Imagjino domethënë 70 vjet në ateizëm, një bosh, një bardhëzi, një gjë pa kuptim, pa sens, pa asgjë. A ka të bëjë edhe shoqëria ku jeton që të ndikohesh, domethënë ushqimi i përditshëm që merr? Patjetër ka të bëjë shoqëria ka ndikim të fortë te dikush. Domethënë të drejt për drejt biles. Ne kemi vetë shkrimi që thotë atje kujdesni shoqërinë që bëni. Shoqëritë e këqija prishin raportet e mira të njerëzve, domethënë jeti i mirë, po shoqërove me këtë avash do marrë shembullin e atit. Çik sot, çik nesër, pa kuptuar që ndryshu karakter. Je diçka që sishe më përpara. E duhet shkoputesh pastaj. Njerëzit e kanë më të vështirë që njerëzit, ata që janë ateist, e kanë më të vështirë që të pranojnë që Zoti krijoi botën apo që krijoi njeriu. Për ta mbyllur tani pyetje fundit. Po aty janë te krijimi, ato edhe po jo, po do të jetë shumë më therrë se për ata nëse besojnë që ka krijuar vetë ata domethënë. Po të kurarin, po vjen vetvetiu ajo nga momenti që krijoi botën, në fund krijoi edhe ty. Jo, këtu po thu si koncepti. Domethënë si është në të vërtetë. Por ata kur hajnin natë me krijimin e botës që ata vetë janë koshient, vetëdijshëm që e ka krijuar Zoti, por nuk e besojnë. Imagjino për veten e tyre kur e dinë që ka krijuar edhe ata, por çaj nati mund të hajnë që thonë që aty po vërtet ajo i dhem më shumë. I dhem më shumë të kesh. Po i dhem më shumë se arrin atë konkluzion ato, patjetër. Se nëse thon ata ka krijuar gjithë këto që shohim që na rrethën, i bie të ketë krijuar dhe ne vet.
Edhe aty i kontrolli më shumë atyre. Dhe ata tani mbajnë një qëndrim armiqësor. Ateisti është armik ndaj Zotit, sepse vazhdimisht e largon, e shtyn sa më larg, e lufton ekzistencën e tij. Kupton, ato janë kthyer në armiq, prandaj po të them janë njerëz më të fatkeq në botë. Siç janë dhe narcistët që do flasim për herë tjetër, edhe këta janë shumë fatkeq. Një mesazh Alex për ata që ndoshta na ndjekin, ne nuk kemi asgjë për të paragjykuar, po shprehim atë se çka besojmë vetë dhe çka mendojmë ne, ose besojmë më saktë, besojmë ne që është më e mirë, domethënë. Se ndoshta mund të ketë edhe ata që na ndjekin që mund të jenë ateist, mund të jenë njerëz që ose dikush që beson siç besojmë ne, por do që të ndihmoj një shokun e vet, një mikun e vet ateist, që mund t'i ofroj këtë gjë, që mos krijojmë atë varësinë në kuptimin që ne jemi armiq me njëri tjetrin, se fundja ne të paktën e besojmë që jemi krijesa të një krijuesi, ju si jeni krijesa, siç besoni ju, të një krijuesi, por ne bashkëveprojmë dhe bashkëudhtojmë në këtë botë kaq shkurtër, të vogël, domethënë që edhe vogël, edhe e shkurtër. Është e madhe, por siç ikin vitet, 80 vjeç, ka jetuar 10 vite, kupton? Alex, nëse ke një mesazh ose një thirrje, nuk e di. Për ateistët? Po. Hiqni dorë nga marrëzia e mosbesimit. Edhe pranoni më së fundi se fëmijët e një Zoti jeni dhe ju. Pranoni më së fundi që është vetën tuaj. Bëni hapin e parë, se ky është hapi i parë të pranosh në ekzistencë, se s'mjafton. Jo, për këtë herë, patjetër. Për këtë herë, pastaj pjesa tjetër, kjo është ai hapi i rëndësishëm, le të themi. Kjo është hapi i rëndësishëm për pranosh e krijuesin, pastaj bëni këtë hapin e parë, bekuar në radhë të parë, edhe pastaj jeni mirënjohës për atë që u dha, mirësia që ta bëni atë hap. Kjo është shumë e rëndësishme dhe uroj që ky podcast, ky bashkëbisedim që bëm sot dhe kemi nisur këto kohët e fundit me këto tema, kaq uroj që të vinë sa më mirë dhe dobishme për gjithë ata që na ndjekin, të shërbejnë për të mirën e gjithë secilit nga ne, por edhe komunitetit kudo ku bashkëveprojmë dhe bashkëjetojmë. Po ajo është, prandaj po e bëjmë këtë përpjekje modeste që të ofrojmë deri diku ajsa dhe neve mund të ofrojmë, se ajsa kemi në dorë. Alex, të falenderoj shumë. Gjithashtu dhe unë falenderoj për ftesën. Si gjithmonë. Miq, ju përshëndes, të jeni mirë, kujdesuni për veten dhe për gjithë ato që ju rrethojnë. Ju pafshim.